Koncepti regjizorial është fjala e fundit që një videoklip të ketë sukses. Unë për ndarë këtë shpërblim ftoj një çift mjaft simpatik. Fatos dhe Vjosa Berishën i ftoj në skenë. Mirë mbrëma. Mirë se erdhët. Mi mrama, kjo është Vjosa Berisha, unë jam burri saj. Para se me lexu këto, që di hala kërkush se ka përshëndet stafin realizues. Po, është mirë me i përshëndet, një përshëndetje për stafin realizues. Jo ndo njerës që janë përgjec edhe fajtor për këtë këta klipe që i shojmë sonte edhe që i kim pa në të kalumen. Emrat e tyne shumë rallë i dim, e ftyrat gati kur nuk ju shohim. Po që ashtu është edhe nëse rasisht projektet dështojnë, atëre ata janë ata që duhet me i dënu, do të thotë ata e marrin fajin. Mirë po nëse projekti ka sukses, atër famën e ndajnë gjithë bashkë. E ata janë? Regjisort. Nominimet për sonte janë. Për regjin më të mirë të nominuar janë. Mirë, atëre regjisorin, ftojmë regjisorin Ilir Bokshi, i cili është fitus si regjisori më i mirë. Spotin e Xuzit. Që nga zbukuru Iliri. Hajde, Ilir. Masë që unë s'jam Iliri, në amën Pixels Production, faleminderit. Mandej do të vazhdojmë me përshëndetje. Fatosi e pat kesh kur tha që jemi pra pas kena regjizort, të zbesoj që keni pas mi pa këtë farë bukurie si unë. Edhe qofë se do në për atër Fatosit, edhe për atër Brëvuqës, e përshëndet stafin realizues. Edhe tash pak më seriozisht, ky spektakël më la pa shku m'ja uru mbesësi me Dejas ditëlindje. Prandaj kjo do të jetë peshkeshi për Dejan për mbesën të. Prandaj.